Të ndershëm besimtar, e falenderojmë Allahun fuqi plot për mirësitë, dhëntitë, begatitë e pa numër të që na i ka dhuruar. Duhet jemi të vetëdijshëm se mirësia numër 1, ma madhja, pa të cilën nuk ban, është udhëzimi për njeriu. Njeriu pa udhëzim nuk ka vlerë te Allahu xhalleshanuhu, por edhe përfundimi i tij është dështimi. Për atë të ndershëm besimtar, duhet që si musliman, si besimtar, si njerëz të cilët i kuptojmë sendet, për udhëzim mos të kursejmë kurrë. Mos lejojmë që na vetë të devijojmë, familja jonë, shoqënia jonë, edhe mos t'i kontribojmë devijimit edhe dobësimit të besimit edhe imanit, si në mënyrë individuale, ashtu edhe kolektive. Paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu ta'ala alaihi wasallam, i cili shembulli i vetëm i përsosin i përkryer se si duhet ndiqet edhe të jetë një musliman i vërtet. Pra, prej mirësive, dhëntive që Allahu xhalleshanuhu ju ka dhënë njerëzimit, jo vetëm besimtarve, po njerëzimit, pra të gjithë njerëzve, kush dëshiron të udhëzohet, është edhe se na ka dërguar Muhammedin a.s. prej gjinisë njerëzore që të jetë shembull i qartë, konkret, se si një njeri duhet jetojë si musliman, me gjitha sfidat edhe sprovat që i ka jeta. E pejgamberi a.s. Muhammedi a.s. ka qenë njeriu ma i sprovuar në rrezullin toksor. Paqja dhe shpëtimi qofshin mbi shokët e pejgamberit a.s., mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë ata të cilët sinqerisht e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm besimtar, nëse e analizojmë botën sot, njerëzimin, lëvizjet, punët, qëndrimet, mendimet, idetë, mund qartë dhe thjesht quajmë se është bota e padrejtësive. Njerëzit shumë i kontribojnë zullumit, padrejtësisë, urrëties, përçamjes, luftave, vrasjeve, komploteve, prodhimit të dëmtimit të gjinisë njerëzore, me epidemit ndryshme, me çështje tjera, me ushqime, me nuk e di se çka të themi, me ndikimin e rendin shoqëror, në politikë, e çdo gjë, pra ka dorë njeriu i cili është negativ, jo pozitiv. Allahu xhalleshanuhu në surën Furqan thot: robët e Zotit, ibadur Rahman, alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna, të cilët hecin nëpër tokë me modesti, me dinjitet, nuk i bajnë kujt keq. Hapi i parë, qëndrimi i parë, që njeriu, me qenë njeri, është mos me i bë kujt zullum, me shiku punën e vet, me punu sa të ketë mundësi, me kontribu, me ngrit vetveten, me ndihmu tjetrin, mos me qenë e keqja dikujt, mos me pas frikë kush sherrin tan. Ky është hapi i parë. Të ndershëm besimtar, nëse shikojmë që njeriu me vlerësu sa falet, munafik në kohën e pejgamberit a.s. janë falë ma shumë se na. Munafik në Kur'an, wa idha qamu ila salati qamu kusala. Thot, kur janë shumë me falë namazin, nuk kanë thënë, nuk falë namazin munafiku. As ka qenë hiç besimtar. Ma i kesi qafiri ka qenë, në pasojat e tij. Por ka thënë, kur qohën me falë namazin, qohën të pritu. Hajtë se po qohëm, hajtë. Ka dalë, me mërzi, jo me qif. E ka falë thot namazin munafiku. E na, nuk guxojmë të matna me namaz, me thonë, unë falem jam musliman i mirë, unë jam hoxh jam musliman i mirë. Jo, çka është kontributi jot? Çka bën ti për njerëz? Çka bën ti për hir të Zotit? Ku është ndërgjegjja jote? Kjo është ajo çka duhet të kemi. Çka duhet mundohemi të bëjmë na. Çështja tjetër është, pasi që bota është në krizë morale sot, në përgjithësi, çdo profil. Dallaverja na ka përfshit tonëve. Krejt profesionet. Është diçka negative që duhet ta pranojmë. Hapi i parë për me përmirësu është me pranu që si jena mirë, se kena mirë.
Një hap me ba kudo që shkon, pa ta lag, pa ta qit diku për smrapshit, vështirisht. Jemi nata që i bajmë, që i veprojmë. Shoqënia jonë, xhamati jonë. E nuk guxojmë ata gjëra me bëjmë. E thot Allahu xhaleshanuhu, besimtari është modest, hec, do të thonë shikon punën e vet. Wa idha khatabahumul jahilun, kur i flasin thot jahilat, njerëzit e paditun, qalu salama, u thot selam, paq. Nuk është ai që ju kthen me të njëjtën dozë, me të njëjtën gjë. Pra, kërkohet prej muslimanëve, prej xhamatit, prej individëve, prej atyre që falen, për të gjithëve që me pas energji pozitive. Nuk ishte lehtë kjo. Dikush çanti me thon selama. Paq, selam. Por kërkohet ajo, në mënyra të ndryshme. Nuk kërkohet që fëmia i cili bën sherrë edhe punë të këqija me thon, mire ki, selam. Jo, aty ka tjetër tretman. Po në raportet njerëzore, të thotë duhet me përhap paq. Kjo është e nevojshme sot për ne. Të ndershëm besimtar, Allahu xhaleshanuhu e kanë da vitin në 12 muaj. Kemi disa ndamje. Muslimant e kanë këtë, i fillojnë muaj i pari muslimanëve është Muharram. Muharrami është prej muajve që e cek Allahu xhaleshanuhu në Kur'an, thot Ashhurul Hurum, që do të thot muaji ku është i veçantë, ku edhe në kohën e xahilijetit e kanë trajtu kohën e këtij muajit apo ditët e këtij muajit ndryshe. Për shembull, kur ka pas dikush me marr hak të dikush, në këto muajt e shenjt janë liru. Pra ka qenë i myllun, se ka bë vrasje, diçka ka pas, e në muajt e shenjt, 4 muaj që janë, e njëri prej tyre është edhe Muharrami, e kanë liru, i kanë thonë tash, ka qenë traditë ashtu. Ai ka dalë prej shtëpijet për me fitu bukën, për me punu, për me bëj diçka që me mbietu. Prej tyne është Muharrami, pra, është Rexhebi, Dhulqada dhe Dhulhijja. Ndoshta nuk u bjen sy, por 3 muaj janë të njëjtun, pse Dhulqada dhe Dhulhijja janë muajt e fundit, 11, 12. I pari është Muharrami, domethënë të janë bashk. Kurse Rexhebi në muajin që jemi sot, që jemi tani, është i ndam. Është i ndam. Çka duhet të them, pse i ceka këtu? Për atë arsye se Allahu xhaleshanuhu ka caktuar që të ketë vit 12 muaj. Na jetojmë në dynja, krejt rruzill toksor, jo me këto muaj, po me këto muaj tjerë. Edhe ne në është ba normale që me thonë janar, shkurt, mars. Me në thonë dikush cili Muharram, se dim as na, son vetë. Pse e kena lanat anash, na duke që sitë interesant. Në këtë ambient që jemi na, ne na plasohen, na vehen, aq reklama që me ndjek një fe tjetër, krishtenën po thom, edhe paganën, sa që është e pa mujtun që njeriu me pas diçka, mos me pas kryt e mushën me reklamat e tyne. Me drita, me reklama, me zbritje, me këtë, me atë, me dhurata, me çka bëhet, tonë në gjanët i bajnë. Edhe faktikisht nuk ka faj xhamati jon i cili është ambientu me ta. Edhe me bëmas me nodha ta, kishim me thonë, çka u bëmër, pëse kena ata? Nja që jemi ambejetu, i kemi përvercu ata. Duhet të them se unë isha në umre, edhe për me ditë se cilin datë, me 31 janar dhe me 31 dhjetor dhe me 1 janar, kam qilu atje. Nuk ka as një gjurmë që ekziston diçka. Por jetojnë dhe ata njerëz jetojnë. Si sot, si nesër. Si me 31, si me 1 janar, njësaj. S'ka kur fa ndryshimesh. Pse e them këtë çështje? Jo pse po do na me tregu diçka tjetër, por do na me tregu një realitet. Dhe me thonë, duhet ta kuptojmë që ka jetë edhe pa këto festa. Edhe na si musliman, duhet të mundohemi që t'ju ikim jo mazalla me i shoh, jo mazalla me i thonë diku që diçka me i ba keq, pse e festonat,
i cili ishte i fesë tjetër. Por na s'kemi nevojë me i marr fesët e huaja. Nëse i marrim ata, kemi lanë diçka të zbrast tonë. Një prej çështjeve të cilat duhet të kemi kujdes të ndershëm besimtar, është që obligimet fetare nuk guxojmë me i neglizhu apo me na shkaluan këto kohëna. Jo pa kam punë, du me nëjtë natën në këtanë në tanë, s'pe fali sabahin me xhamate, jam lodhe pa falin në shtëpi në këtanë në tanë, unë pa tham këtë matletën se ka shumë që e lanë krejt, e s'shajnë hysh kry, e s'u bjen në mend. S'po hypin atë çështje. Shumë pak përqindja vogël e muslimanëve i falin 5 vaktet. Kanë më dhanë përgjigje para Zotit. Pra, këto beneficione që i na jep Zoti, këto sevape, s'kan me i fitu. E për atë duhet kemi kujdes. Çështja tjetër është, Bashkia Islame ka shtyp kalendarin. Ky kalendar një aspekt ka një çmim. Ka pas raste që kanë edhe pa çmim, njëjtë ka qenë trajtimi i tij. Ndoshta ka marr 4-5 sop, hajde se peja çoj edhe koqishis, kështu kur ish këtu e marr vesh që ja porositë dhe ja e paret për te. Por nuk është qëllimi i parë, qëllimi është tjetër kon. Të ndershëm besimtar, brenda këtyre reklamave që i kena, nuk janë anti-islame, por janë të fesë tyne, ne jetojmë shtetin e tyne që ata kanë fenë e tyne. Ne jemi pakic. Ata kanë drejtën e tyne dhe na kanë mlu edhe ne. Edhe me idetë e tyne dhe me çështjet e tyne, ne na mlojnë me këto gjëra. Pra, unë tham me pas një kalendar që me u përkujtu pak, me thonë që këtu në këtë kalendar për shkruan sabahi, unë se kam falë sot. Me në aranër me në bërëve të ajo. Mi thonë familjes, po një këtë kalendar, po thotë mu falë sot. A jena falë kush prej nesh? Dhe me thonë, vetëm me qenë si përkujtim. Dhe me thonë, mërënda këtyne dërdalecave, dedamrazave, që ka ju thonë tyne, babadimnave, dritave, gjanave, me kap edhe me vu një kalendar të shpija, me thonë, një këna të regon diçka tjetër, jo këtë erën e këtyne, jo këtë kohën e këtyne. Kemi na një kohë tjetër që duhet me fshërzu, edhe që ishtë në dobin tonë. Të ndershëm besimtar, nuk kam për qëllim që me shitë men, po kam për qëllim që na ka ra një pluhun i ignorancë i kësaj orientimit që nuk është as perëndimor, po është shkatrues për njerëzimin. I vetmi shpëtimtar që e ka caktuar Zoti, jo që e dom na, jo pse jemi na musliman, është Islami edhe Muhamedi alayhis salam me Kur'an. Për atë të kthehemi te Kur'ani, të kthehemi te rruga e drejtë. Nuk është vonë kurr. Nuk është vonë kurr. Nuk ka drejt dikush me i thonë dikuj që ti e ke je vënu. Është në kohë kur do njeriu kur kthehet. Por nëse s'kthehet, atëherë bëhet vonë gjithmonë. Zoti inshallah na zon rrugë të drejtë. Ela inna ahsanal kalam wa ablagan nizam.